Doli lajmi që po një ikon tjetër e teatrit dhe filmit, Tinka Kurti, ndodhet në azil. Po, e di. Si e keni përjetuar këtë lajm? Shumë keq. Me përgjithëri unë i thrisja nana, që kam punu disa herë me të. Është tragjedi kjo. Jo për faktin që është në azil, por nuk është vetëm ky fakt. Është fakti që se do të thonë tash e kthehen në politikë, po është fakt historik, njerëzit po ikin dhe pleqt po njerëzit e kaluar në moshë, s'dua të them pleqt, ata s'plaken. Tinka nuk plaket kurrë, nuk ka për të plakë. Po njerëzit në moshë ngelen vetëm. Dhe ky është fakt shumë i rëndë. Aq më tepër për një ikon, për njëri që i ka dhënë gjithçka këtij kompi. Artit këtij kompi, për një figurë më të dashura të femrës shqiptare, jo vetëm si aktore, por të femrës shqiptare, të përfundoj aty sigurisht nuk është një lajm i mirë. Ata atje mund ta trajtojnë shumë mirë, mund të jetë shumë mirë, por pra fakti që ajo është vetëm pa familje, kjo është i trishtë. Një njerëz si ai duhet të kalonte ditët e fundit të jetës. Zoti i dhënë të jetë sa më tepër që të jetë e mundur, pra familjes, pra ndërtësisë familjare dhe jo në një vend ku mund trajtohet shumë mirë, po i mungon pikërisht ajo thelbi i njeriu që është familja. Dhe është lajm i trisht për diskutim, dhe kështu po ikin shumë artistë për fat keq, sikurse edhe shumë shqiptarë, të cilët nuk kanë emër, por që fëmijët i kanë aty, i kanë jashtë dhe detyrohen të kalojnë në botën tjetër pa njerëz të dashur pranë. Kjo është shumë e rëndë nga pikpamja njerëzore, nga pikpamja hyjnore, nga çdo kundërshtim.